Prapa buzëqeshjes së Gimbos fshihet një histori familjare që askush nuk e kishte imagjinuar. Donse u bë pjesë e shtëpisë më të famshme në Shqipëri në një etapë më të vonshme. DJ nga Kosova ka arritur të përshtatet mjaft shpejt, duke krijuar dinamika të forta dhe duke u kthyer një nga personazhet më të dashur për publikun. Mirpo, pas asaj energjie pozitive që transmeton në shtëpi, Gimbo ka vendosur të hapë zemrën gjatë një bisede mjaft të ndjerë me Selin. Gjithçka nisi kur ajo e pyeti për jetën e tij në Istog dhe përse prindërit e tij jetojnë të ndarë. Me një sinqeritet që preku ndjekësit, ai tregoi se si djali vetëm mes 6 motrave ishte përpjekur maksimalisht për ta ruajtur harmoninë dhe bashkimin e familjes. Por rrethonat kishin qenë më të forta. Edhe pse ai u përpoq me mish e me shpirt ta mbante familjen të bashkuar, prindërit e tij morën vendimin që ai nuk donte ta dëgjonte kurrë ndarjen. Ai pranoi se ndarja e prindërve e ndodhur rreth një vit më parë ishte një goditje mjaft e rëndë, që ndryshoi rrjedhën e jetës dhe planet për të ardhmen. Sipas burimeve të Privi pa Libertas Fahiu, ky realitet i ri e ka gjetur familjen e tij të ndarë në 2 lokacione në Istog. Nëna e tij jeton aktualisht në një apartament së bashku me njërin prej motrave, ku punojnë së bashku në biznesin e tyre, ndërsa babai vazhdon të qëndrojë në shtëpinë ku u rritën të 7 fëmijët. Gimbo rrëfeu me emocion, se sa herë kthehet në vendindje, ndjen një lloj vështirësie shpirtërore, se ku duhet të trokasë i pari, pasi dashuria dhe respekti për të dy prindrit mbeten të palëkundura. Ky rrëfim e ka vendosur artistin në një dritë krejt tjetër, duke treguar se përtej lojës dhe strategjive, ai është një djalë me vlera të larta njerëzore. Po ju, si e vlerësoni rrugtimin e deri tanishëm të Gimbos? Na thoni mendimin tuaj në komente dhe mos harroni, na ndiqni në të gjitha rrjetet sociale të Privi pa Libertas Fahiu për të tjera lajme nga të famshme.